friends, welcome back and happy Monday. Today it's my 19 është last day of Alvan dhe po hym pastaj në Alvan NATO nga tjetra nga e 20, kështu që edhe sot është një video e Alvonit i 19, 5 ditë të Alvonit dhe të shohim se si do të kalojmë edhe sot, pa humbur kohë, po vazhdojmë. Ja ku jemi këtu dhe kanë filluar me punu, kanë filluar me gry për me fillu me bo edhe ndërtesën karshin dhe këtu, kështu që përsëri një ndërtesë tjetër, përsëri zhurën, përsëri ju tregoj që tashti, po du me tregozu edhe një herë diellin me që është këtu të shohim si do të jetë. Edhe pse i dobë dielli, çështët ja ku është pakës këtë, pakës aty me këtë bukurin këtë, shiko është vranët jashtë edhe kanë thënë sot që do të bjen edhe shi, raining today, po të shohim se si do jetë, shiko, se sa bukur është kështët. Shiko se kanë filluar si duket për ndërtimin e një pallati tjetër këtu. Po largon edhe jam. Dhe kështu që të shohim se si do t'ja bëjnë, që do t'ja bëjnë. No. Shiko kamioni tjetër është, një kamion tjetër këtu. Dhe kanë fillu ndërtimin përsëri. Mamma mia. Shumë keq. Shiko tani pas një kohë se si e ka gry dhe e ka bërë këtë pjesën këtu, nuk po t'jam e më shku me marrë edhe do dhe për me mbush edhe qatëfar vaznën e fundit që e kam dhe me ble disa lule të fundit. Kështu që të shohim si do t'ja bëjmë dhe qa për ja bëjmë. No. Shiko. No. Shiko, qyteti. Por është vënduar edhe është për vrandat. Shiko, edhe ka filluar pak shi në rama herët. Sot qyteti është wow, shiko tërë si që në të bërë kë banesa tjetër kështë, po e vendosin atje pas dite. Mamma mia. Shiko këtë si ka kry dhe mua po më duket që banesa do të mbarrohet kështu njëjtë si që ka marru këto kështë, po e marron edhe këtu këndina kështu. Shiko se të shohim se si pjapën, si po gryn dhe qka po gryn. Shumë interesant. Ja pra vetëm mbrëmja ka rro dhe është duke rënë shi shumë, raining outside. Shiko, ju mund të vreni këtu në dritë edhe është nalt, shumë vranët, për mi është vranët,
dhe raining so much. Shiko, tani pas mbrëmje erdh shiu. Kështu që të shohim si do të bëhet. Unë e futa përsëri brenda këtë lullën këtu, sepse mos po bëhet ma ftoft edhe kështu që të shohim. Kështu të... Pse? Sa vranët është jashtë me shiu. Shiko. Ma bjen shiu, she? Ma bjen shiu. Ja ku e pastrova edhe kjo sekant, sa bukur u bo, sa mirë o pastru dhe më mbiti edhe një tulipan tjetër qirio, kështu të dy të verdha tani. Shiko edhe kjo këtu është me këtë qirion këtu, edhe ku marrë një qiri tjetër këtu për mi vendos që të dyja dhe të shohem se si të do shiko tulipan këtu edhe tulipan këtu të dyjat këtu, i rregullova, i vendosa edhe po edhe si edhe që qiri. Shiko tani të dyjat janë të ndezura, vetëm kjo deri sa të mber edhe formën për mundes më tepër, edhe pastaj do të tregoj edhe në terë se si është. Kështu që po du me ndryshe që atje televizorin me qitë në një film tjetër aty, edhe për me pa deri sa të janë në qështu, po e shrimin dritën. Shiko dhe të dyjat se sa bukur, sa mirë. Wow! Shumë bukur përin. Jo, vlasme me. Shiko, tani të dyjat janë pastruar, të dyjat janë bukur mirë, dhe mund t'i lojmë ndoshta edhe në vendet e tjera. Që bukur përin. Mirë shumë. Shiko. Edhe kjo e para që e dyta që pastru. Ani? Po mund t'i lojmë që të dyja që shtu. Wow! Të pastruhan mirë dhe të rinë mirë. Filmin për këqyre që shtet. Edhe bukur. Shko, unë i shyma këtu për shkak se po do mi tregu munde milion që tu. Shiko tani në vend këtune lepojve mi hik banit dhe mi vendos lale që të së bashku me këto ashe janë tulipan, është ngjyre verdh edhe përin bukur shumë që shtot milion dyjat. Me marrë edhe ki tjetër në anën tjetër. Edhe këtu. Si është atje. Qështot. Ndështë me lepërin këtu. Rem bukur. Edhe ndështë me lepërin këtu. Rem bukur. Këti sa bukur përim, po më pëlqen. Kështot. Edhe kështu. Qështot. Këto shëti apërim bukur, qështot. Mirakullu bukur mirë shumë. Wow. Fantastike. Edhe ose mundëmi me lon edhe këtu. Shiko. Mundëmi me lon edhe këtu që të dyja, apo edhe të trija kur bëhen lale. Po, këta me vendos këtu, e këta me vendos qështu, edhe qështu të përim bukur. Po, përëna me pos. Edhe këto ka një gjelbërt, ose këto të gjelbërt e këto anashtë. Një gjelbërt e marë, apo tritë edhe një gjelbërt këtu. Mirë, bukur të këqyrin shtë që shpërim. Po mundohem mi regullu
Tani me pas se si mund t'ja bëjmë, por një gjithqysh këtu vjen për shkak të kësaj pikqyri me çdo formë tjetër se si mund t'ja bëjmë. Pak t'i lëm, shikoni edhe qështët. E provova dhe kështët pra. U bukur po edhe në midis një e gjelbërt për të fka. U bukur për e. Ku jam këtu edhe ja, ku erdhëm, gati për të flajtur edhe po i rregullojmë të sot gjëna. Po i mbyllim qëto, rash ide i parës, tomorrow it's koha mirë edhe ndoshta tomorrow qëto do t'i hekim diçka dekoracione, me hek engjujt, me hek fotografijat, me kthy disa gjana në vendin e vet. Po e rregulloj dhomën edhe pastaj po veshna me pigjama. Kjo pra është edhe tëra edhe sa i përket videos së fundit të Alvonit. Kemi filluar me 15-in, 16, 17 dhe 18 edhe 19, 50. Kështu që videove të Alvonit asnjëherë nuk i kam bërë kështu, por do të fillojmë t'i bëjmë kështu. Gjithë që pëlqen video mia bëni like, bëni subscribe për pa të gjitha video mia në kanalin tim në Lifestyle Channel. Bye bye and see you next video.